Shpirti im, në shpirt. Vajza jote tani është zyrtar studente në universiteti. Ëndrat e mia u bën realitet. Nuk kam më nevojë të kthehemi në shtëpi. O Zot, faleminderit shumë. Më thanë të shkoj të marr kartën e studentit nesër. Çdo gjë është në rregull, çdo gjë. Çfarë s'do t'i jep jo për këtë fytyrën tënde të qeshur, vajza ime, shpirti im. Eja këtu. Mirë, por Tia nuk the se nuk u bë puna e regjistrimit, se gjithçka kishte marrë fund? Që rëndësi ka se si u bë? U bë si u bë, rëndësi ka që u bë. Apo jo, Jasha? Ata e kuptuan se janë gabim dhe e rregulluan. Jo, baba, ajo është universitet i madh. Nuk do të thoshin thjesht na falni, bëm gabim ose diçka të tillë. Pastaj të gjithë atje janë jurist, ata jetojnë dhe marrin frymë sipas rregullave. Vetëm nëse do ishte babai biologjik. Sigurisht pra, zotërit Tarik duhet ta ketë bërë. Kush është ai zemër? Një profesor në universitet nën. Provoj të më ndihmonte edhe më herët. Me siguri ai e ka bërë. Po. Profesor Taroku do ta bënte. Në fakt, e di se ç'më shkoi ndërmend Nuran. Pyesja vetëm nëse duhet të shkonim ta pyesim zotin Tarëk. Ai është një njeri aq zemërmirë. Unë mendova se ai ndoshta mund të na ndihmonte. Kush është ai motra Nuran? Me sa duket qenë ka me vetë një që nuk e njoh. Ju të gjithë e njihni. Aha, është një njeri i mrekullueshëm ai. Shpresoj ta kesh rastin ta takosh. Shikoni këtu, unë po bëj kafe turke për të gjithë ne. A do të pini? Duam. Ejani, hajde, ulemi. Nuk ka si shtëpia. Ai egzageroje tani, zemër, egzageroje. Egzageroje edhe ma, le ta marrin vesh edhe fqinjet këtu. Në, nuk po e bëj për qef, apo jo? Baba, a mund të ngadalësosh pak të lutem? Nuk mund të qëndroj në këmbë, ai shikon. Në rregull, vajza ime, të mbajon, ec ngadal, ec. Po si madhëria e saj ra nga motori i ujit. Ai di si bërtiste në plazh. Mu thye këmba, thërrisni ambulancën, dhe atër të thirrëm ty. Doktori tha se ishte vetëm një shembje e lehtë, por ajo nuk ndalej. Çante dhe bërtiste. Oh, nën, nuk po e bëj me qëllim. Nuk po shove nga ankesa gjatë gjithë rrugës, po më dhem të them. Në rregull, Sibel, mos e zgjat më shumë. Ishte aksident, mos i bjerë në qafë vajzës. A e ke mirë kështu? Më mirë është, baba, shumë faleminderit. Ti ai që e bëre vajzën kështu. E llastove shumë që kur ishte fëmijë dhe tani duroja. Unë i them, hajde bi të shkojmë, por ajo e do vetëm babin e saj. E dua vetëm babin. Oh, zoti madh. Ç'është keq që fëmia dëshiron vëmendjen e babait, më thuaj? Çdo fëmijë dëshiron vëmendjen e babait. Ç'është për tu habitur? Baba im i dashur. A ka ndonjë valizhe në makinë? Vajza ime s'la gjë pa blerë në bodrum. Sigurisht bagazhi është plot e përplot. Fillove të ankohesh sa po e pe babain. Baba, bleva disa gjëra për miqtë e mi dhe disa gjëra për vete. Nëna është ajo që bleu më shumë se unë. Në rregull, zemra ime, në rregull, s'ka problem. A ke uri? Po kam pak. Edhe unë do të doja një tost Tarëk. Me grur të plot. Ashtu të është dukur sepse i quanin profesor. Por është një burr afërsisht në moshën tënde. S'është as pak i moshuar ai. Në fakt, shpirt, ndonjëherë bën shëtitje këtu në mëngjes ai. Dhe të them diçka, është një person shumë zemërmirë. Për profesor Tarikun e ke fjalën? Po e dashur, po flasim për profesor Tarikun. Ose më saktë unë e pyeta. Isha kurioze, ju të gjithë thoni aq gjëra të mira për të, saqë u bëra kurioztare dhe pyeta për të. Ai është vërtet një njeri i veçantë. E kupton që në momentin kur e sheh, më duket sikur ashtu, edhe pse nuk e di kush është, ndihem sikur e kam njohur prej vitesh. Pra, e di ndonjëherë gjaku sikur të vlen pas një arsye, një njeri që të bën të ndihesh kështu. Shpresoj një ditë t'ja shlyej borxhin atij. Edhe unë shpresoj e dashur, edhe unë. Daja më pyeti nëse jeni duke përgatitur çaj. Pas pak.
Motor? Më dëgjoj çfarë më shkon në mend. A të bëjmë ca ëmbëlsira dhe t'ia çojmë? Zotri Tarëk? Po. Ai shpëtoi të ardhmen e vajzës time. Ne I kishim paketuar çantat dhe po bëheshim gati të largoheshim. Vajza ime po çantën me dënes. Tani shikoj ajo po buzëqesh. Sinqerisht shumë mirë do të ishte, Heidi. Në fakt, shiko çfarë do të bëjmë. Ti bëj atë tortën tënde të famshme në mëngjes dhe do ja çojmë bashkë ne. Në rregull. Njëri na braktisi kurse tjetri na dha dorën. Oh, Tarëk. Ha, çfarë the? Ë? Jo asgjë. Në rregull, kaluan 20 minuta. Unë po e laj fytyrën dhe po shkoj të fle. A nuk është shumë herët? Më duhet që të pushoj, kam shumë punë për nesër në mbrëmje. Ai Tarëk edhe ti mos rizgjuar shumë, shko shtriu dhe fli. Pse, për çka duhet përgatitem? Ftesa e Zhylides nuk duhet ta kesh harruar. Jo, e mbaj mend për ftesën, por nuk është diçka që zgjat nga mëngjesi deri në mbrëmje. Do të zgjohemi dhe do të shkojmë, do të qëndrojmë pak dhe do të kthehemi. Ka, Tarik, ka. Yf. Thot se do të shëndrojmë pak dhe do të kthehemi. Prit baba ta them unë. Nëna do të shkoj së pari për një masazh. Pastaj për manikyr, pedikyr, parukeri, grem. Do të kthehet në shtëpi 3 orë më vonë dhe do të përpiqet të veshë rrobat e saj të dikurshme. Pasi nuk do të mundet, do të bjerë në depresion. Natyrisht nëna do të vënohet për ftesën, pasi do dalë për të blerë diçka. Nëna ka vërtet shumë punë për të bërë. A kështu që të shkoj në feston, hë? Që Zhylide dhe shoqet e saj të ndyra të vazhdojnë të më shikojnë dhe të më poshtërojnë mua? Atë e don ti? Kush çfarë të dojë le të thotë, Sibel, nuk është puna jote. Urdhëroni. Po, unë telefonova. E di advajzën që s'mundi të regjistrohet je, deshat pyesja. Qenë ka zgjidhur? Pra nuk ka problem? Në rregull, faleminderit shumë. Kush telefonoi Tarik, kush ishte ajo vajzë? Pyeta sepse dje një studente s'mundi të regjistrohej për shkak të Ozanit. Për shkak të Ozanit? A është kthyer Ozani në shkollë? Pra është këtu? Është kthyer e pash dje. I bëri punët lëmsh sapo arriti aty. Pra do të qëndroj, E po, pasi që ka kthyer, ndoshta do të qëndroj, apo jo Tarik? Nuk është e sigurt. Besoj se do të qëndroj. Duhet t'i lexoj këto raporte. Ke nevojë për ndonjë gjë, vajza ime, më thuaj më një herë. Jo, baba, faleminderit. Nëna, e dëgjove? Ozani që ka kthyer, I dashuri im I fëmijërisë që ka kthyer. O zot, sa forë po më rrek zemra, kam shumë emocione. Oh, vajza ime e bukur. Sa shumë të shkëlqejnë syt kur përmend Ozanin. Por le të presim e të shohim. Së pari ta shohim a do të qëndroj. Të lutem të qëndroj, nuk mund ta besoj. Oh, nën, unë nesër do ta shoh Ozanin. Dëgjoj Berqin, mos e humb këtë mundësi. Bëj çfarë të bësh që ta bindësh Ozanin që të qëndroj. Pjesa tjetër do të jetë shumë e lehtë. Asla, vërtet thash se nuk më pëlqejnë njerëzit e pasur, por nuk thash që të gjithë duhet të vdesin, mos e egzagjero. Ka të pasur dhe të pasur. Për shembull, është ai djali që çfarë nuk bëri për të shmangur pagesën për aksidentin e babait? Dhe është profesor Tarëku. Njëri prej tyre na shkatroi të gjithë jetën. Kurse tjetri bëri çmos për të na ndihmuar. Pra, të jesh I pasur nuk është krim. Krim është dashuria për pasurin. Të mendosh se je superior ndaj njerëzve të tjerë vetëm se ke para. Të gjëra e shndrojnë njeriu në njeri pa dashuri mizur dhe të pamëshirshëm. Po, pra Lul, fiks mire përshkrove atë djalin Ozan, në mënyrë perfekte. Shiko sa zemrohem vetëm kur mendoj për të. Unë përpiqesha të shpjegohesha, kur hyn ky tipi me vrull në zyrë, tha çfarë ti vinte ndërmend dhe u largua. Kurse aty bëhe fjalë për jetën time. Zotërimim tas thoshte se do të më padiste në gjyq, kurse ai më bënte se I zgjuar aty. Çfarë egoisti, zot I madh. Asla, mbyllë tani këtë temë, në rregull? Mos e mundo vetën kot me gjëra të tilla. Tani gjithçka u zgjidh, fal Zotit. Zoti e bekoftë edhe profesor Tarokun. Baba? Ju solla pak qumë është para gjumit. E pse nuk na the? Do kishim ardhur ta merrnim. Jo,
Me qëra fjala, ma kujtoj ta rregulloj dorëzën e derës, duke se ishte e bllokuar. Në rregull, do ta bëjmë. Hajde, Zoti ju ndihmoft. Edhe ty daj shpirt. Shiko pra, ai që shkaktoi këtë tani po fle pa e vrarë mendjen. Ju rrejë të plehra që bën këtë padrejtësi babait tim asla. Këtë nuk mund ta duroj. Mimtaz, unë po e ngroh përsëri këtë. Ai do të visë shpejti. Zhyli dhe zemër. Po lodhë shumë, të lutem eja. Eja ullu këtë pak, eja ullu pak, të lutem. Ai do të ulet në trezën tonë pas kaq kohësh. Do të flem në të njëjtën çati, jam shumë e emocionuar, çfarë të bëj? E dashur, shiko, ke bërë gjithçka që munde. Të lutem gjithsoj pak, përveç kësaj, tani ai është djalë i ri, ndoshta i del diçka, ndoshta do të ndryshojë mendje për të ardhur. Jo. Nëse premton, djali im do të vi. Ai e mban fjalën. Sigurisht e dashur, sigurisht, kjo është e vërtet. Por nëse nuk vjen, kam frikë se do zhgënjesh dhe do të shkatërrohesh ti. Ozan. Mirë se erdhe bir. Ta marr. S'ka nevojë. Ozan kam përgatitur darkën. Bëra qofte dhe një sallat me qepë si e do ti. Ulu ti, unë do ta ngroh me një herë. Nuk ka mori. Faleminderit. I ka në tamën time. Në rregull është i thejme, në rregull s'ka gjë. Qetësohu ti. Në fakt, jam shumë e lumtur. Ai do të flejë në të njëjtën shtëpi me ne. Faleminderit o Zot. E po mirë, s'ka gjë, do shta do të më telefonoj më vonë. Shko sa jam bëllësht, i dashurim. Vlla Sejfetin, jam vonë për në shkollë. Ag, shiko, sipas zhurmës që vjen nga makina, problemi është qarkullimi i gazit. Por ku është qarkullimi i gazit në këtë makinë? Pra, dinamoja, karburatori janë këtu të gjitha brenda kësaj kutije. Vlla po e marr një taksi. Mos u mundë kot me këtë. Telefonoj ndonjë servisi për ta marrë. Jo aga, çfarë servisi? Nuk do ta lejoj që dikush të thotë se Sejfa nuk mund ta rregulloj makinën. Shko ti, unë do të vi më vonë. Në rregull, kalofsh mirë. Hajde. Ag, po fletore dhe librat. Pë. Si do qoftë do t'i sjell unë. Ha, s'ka taksi tani.
Mirë më ngjes djaloshi me burs. Çfarë po shikon ashtu që në pikë të mëngjesit? Apo shkon në shkollë? Hej! A je mirë? Jaz. Më quan Jaz. Nuk jam e burs. Në rregull? Unë quaj me Ilil. Mos më keq kupto. E thashme që je student me burs. Nuk doja të vendoja ndonjë nofk. Në fakt, unë nuk jam student me... A, po vjen minibusi. Shpejt, shpejt, shpejt. Eylül. Edhe emrin e ka të bukur. Kur të fillon mësimi, Asli? Nuk ke mësim sot apo jo? Do të shkoj nesër daj shpirt, për lëndës zgjedhore. Jashar, se nuk kam harruar unë. Do të takohemi me zotrin Tarek dhe familjen e tij. Më thirrën edhe në festën e zotrit Mimtaz sonte. Do të shkoj edhe atje për të ndihmuar unë. Nëse vjen dikush, mund ta hapësh derën. Do të takosh profesor Tarikun? Po e dashur. Donim të paktën ta falenderonim për nderin që na bëri. Bëm edhe një tort, do ta marrim dhe do t'ja dërgojmë. Ide e shkëlqyer, Hedie. Bëni të fale edhe prej meje. Ja, a mund të vi edhe unë me ju? Edhe ashtu nuk kam asnjë punë. Sigurisht e dashur, shumë mirë të shkojnë ndërmend. Bi, si e ke këmbën? Ai, ende më dhem pak baba, por do t'ja bëj disi. Kostum? Është i bukur as të pëlqen? Do ta porosi sipas masës tënde. S'ka nevojë, Sibel. Kam kostum. Me qëllim po e bën tani? Si? Mos më acaro mua. Po të pyes si një njeri më përgjigjesh sikur po më tall. Po të kërkoj një kostum që ta veshësh në festë sonte, por u dërmova këtu që gjysmë ore duke kërkuar. E po nuk dua të blej kostum kot, Sibel, të lutem, kam plot. Nuk mund t'i vesh të gjitha. Disa prej tyre i kam veshur 2 ose 3 herë. Mëkat, nuk bën. Ju të dyja merruni me punët tuaja. Dakord? Unë jam mirë kështu. Do të takohemi dhe do të shkojmë kur të kesh mbaruar. Dakord, ashtu e lëm atëherë. Por jo. Nuk do të lejoj që të ma prishësh ditën mua. Nuk do të mundesh. Nuk ta lejoj. Berqin. Për blerje. Blerje. Mirë pafshim, baba. Hajde, moj vajz. Nan, unë duhet të dukem shumë bukur sonte. Duhet të dukem aq bukur sa Ozani do t'jetë aq i impresionuar se do të ndryshoj mendje dhe të mos... Ashtu edhe do të jesh. Do të jesh si një princesh. Hajde të dalim dhe të blejmë diçka të re. Ozani dhe Julide nuk do t'i heqin dot syt. Margarita ime e vogël. Tarek! Tarek, ne po dalim, në rregull? Ka valigjën e bagazhin e makinës, mos haro t'i marrësh. Mirë pafshim, baba, të puth shumë. E po, unë prit t'i paguaj. Duhet t'ja japim shoferit, ashtu? Prit, qëfar po bën? Ashtu nuk do t'ket atë shumë para. Besoj se këto i ki parat e qeras. Prit, e rregullajon. A mund t'ja japësh për 2 persona këtu? Ti mund të paguash herën tjetër dhe do të barazohemi. Eylül, në fakt ajo që doja të thosha është se unë... Shikoj çfarë bëri? Është i pasur dhe mendon se ka të drejtë të kaloj. Duhet ndaluar të gjithë nga trafiku këta. Atëherë njerëzit do të ishin më rehat.
Sa njerëz jemi ne këtu, kurse ky tipi përpiqet të kaloj vetëm. Janë të gjithë egoist. Ashtu u zemrova pak. Po. Ashtu pra. Ti po më thoshe diçka, çfarë? Jo, s'doja asgjë. Kujdes. Bëj kujdes. Aty ku jetoj unë nuk ka shumë trafik. Ku jeton? Adana. Vërtet? Pra jam nga Adanaja. Sa mirë. Ashtu thonë? Thonë se bën shumë nxehtë në Adana? Shumë, shumë nxehtë. Hedi, Të thash unë, kur po dilja nga shtëpia, të thash që nuk dukeshe mirë, rri në shtëpi të thash. Motor jo, mos e egzagjero. Thjesht ndjeva pak marramendje, ndoshta më ra tensioni. Nëna ime e dashur. Hajde, ju të dyja shkoni në shtëpi? Edhe ti shtriu dhe pusho pak, më vonë do shkojmë te profesor Tariku. Jo e dashur, u mundu hamat shumë. Mendoj se duhet të shkoni ju. Do të rri këtu për pak. Nëse ndihem më mirë do të kthehem në shtëpi, në rregull? S'ka shanse. Nuk të lë vetëm kështu unë ty. Mund të bjerë të fikët, mund të rrezohesh. Shpirt, shko dhe jepja tortën te dera zotrit Tarak. Thuaj Tarakut dhe të tjerëve se do të vini me nënën tënde, por nuk ishte e mundur. Hedjeni do të shkoj më vonë, në rregull? Vajs, ndoshta nuk do jetë më vonë aty. Unë e di mirë se çfarë ke ti, por prit tani. Asla, hajde dashur, shko dhe jep jo tortën ti. Bëj të fala Tarakut dhe të tjerëve nga ne. Gjithsesi do të na shoh sonte në festaj. Nëse nëna jote ndihet më mirë, do të vijë dhe ajo me ne. Do të shihemi atje. Në rregull. Unë doja jap shpejt dhe kthehemi një herë, në rregull? Eja këtu ti, eja. E di unë që u mërzite për shkak të frikës nga Xhengizi. U tensionove shumë dhe pastaj me një herë të ratifikët. Jo, motor, nuk ka fare të bëjmë me Xhengizin. Të thash, ndoshta më ka trazuar stomakun diçka që ka bërë. E di, të lutem, për hir të Zotit, unë e di këtë. Sikur se di se për shkak të Xhengizit. Kjo s'ka për të funksionuar kështu. Çfarë ka për të bërë le të bëhet? Pastaj do të mbetesh me pasojat e veprimeve tua. Mjaft e torturove veten kështu për hir të Zotit. Ke të drejtë, por nuk është aq e thjeshtë. Çfarë të bëjmë tani? Eja, të ecim. Profesor Tarik? Profesor, a jeni mirë? Në shtëpi të shkojmë, në rregull. Profesor, a jeni mirë? Ulluni këtu. Një, dy, tre, në rregull. A jeni mirë?
kek me kanel. Nëna ime u dërgoi për t'ju falenderuar. Me qëra fjala, mendoj se ja theva foton e vajzës tuaj. Vajza juaj, apo jo? Po, Berqini. Mos u shqetëso. Ajo bën qindra foto në ditë, pra do të vendosim një të re. Mos u mërzit fare. Profesor, a jeni mirë? Hajde qohuni, ulluni më rehat. Nga dalë, profesor. Ullu. A jeni më mirë tani? Mirë. Për çfarë donit më falemderonit? Që më ndihmuat me regjistrimin. Nëse ju nuk do kishit folur me zotrin Mimtazin dhe nuk do ta kishit zgjidhur çështjen, ne do t'i kishim marrë valizat dhe do ishim kthyer në Izmir deri tani. Ju kam bërë jetën time. Gabohesh e nderuar. U përpoqja të ndihmoja, por s'bëra dot asgjë. Me sa kuptova, Ozani i foli me nënën e tij. Nëna e tij, Zhylida, e organizoi regjistrimin, pra Ozani është ai që u mor me këtë punë. Ozani? Po pra, ma përmendën kur po flisje me zotrin Mumtasin. Ozani këmguli, kështu që ju deshte ta regjistronte. Nuk di më shumë detaje, por zotri Mumtaz nuk ishte shumë i lumtur për këtë. E di, ai është shumë rigoros. Duhet të jetë shqetësuar që e bëri sepse Ozani e detyroi. Por unë jam shumë i lumtur. Do të ishte për të ardhur keq nëse s'do të isha regjistruar. Ti ku je duke shkuar? Thjesht isha e përhumbur mendime. Punë të mbar. Faleminderit. Elul! Sa është ora, moj? Sa është ora? Shihe më gjithë të punja ngrumbulluar. Ti nuk je këtu. Shpejt tani. Hag, shiko, nuk mund ta rregulloja makinën. Thirra njeri mor kjo, po e çojmë në servis. Mirë vëlla, erdhe për të ma thënë këtë? Po, Mirë, në rregull, s'ka problem. Gjithsesi tani kam probleme tjera. çfarë problemi aga? Ma thuaj ta zgjidh. Vëlla, vajza mendon se jam i varfër. Nuk e gjeta dot mënyrën për t'i thënë të vërtetën. Çfarë do thuash? S'të kuptoj. Se erdhi momenti i duhur, vëlla, patë një keq kuptim. Do të dukesha shumë keq nëse do të dilja gënjeshtar. Nuk bën. Hajde aga, shko dhe fol me të. Thuaj që je djali i një pronari të pasur. Shpjegoja situatën. Përveç kësaj, a është krim të jesh i pasur? Për sa kohë që nuk i ka haram. Zoti ja ka dhënë. Çfarë faj ke ti? Vëlla, ti ke të drejtë për këtë, por nuk mund t'ja them vajzës. Po sikur ta zbuloj, më vonë do duket e kam tallur. Kjo do ishte shumë keq. Thjesht nuk mundem t'ja them dot. Nuk e gjej momentin e duhur. Përbes aga, nuk e kuptoj punën e kohës, por makina është në gjendje të keqe. Boshti është thyer. Do të duhet kohë për t'u rregulluar. Mirë, shko dhe rregulloj aty atë. Çfarë të them mund? Përshëndetje. Nëse do që të më fyesh, mos hezito. Më fyej. Do të eci pak dhe do shkoj në shtëpi. Jo shpirt, pse të fyej? Në rregull. Prit një minut. Unë kuptova gjithçka. Ajo puna me regjistrimin. E di se ti më ndihmove. Faleminderit. S'ka përse. Ja. Në fakt, ti zgjidhe vetëm probleme që krijove. Së pari më doqë dokumentet, pastaj i falsifikove dhe më fajsove mua. Po? Më bëhet qefi që ja që pjekur sa ti zgjidhesh probleme që krijove. Por, do të isha edhe më e lumtur, nëse nuk më shqetëson më. Quhet të kryer. Quhet të kryer, arrogant. Të dëgjova.
Më thuaj Berçin. Ozan? Turp të kesh, Ozan. Vërtet pas ke ardhur dhe as që më lajmërove. Jam shumë e prekur. Më falë vërtet Berçin, s'pa tako, si jeti? E po unë jam mirë. Jam shumë e lumtur që erdhe. U bë shumë kohë që nuk të kam parë këndej rrotull. Pra, a do të qëndrosh ti këtu? Do të them, a do të kthehesh në shkollë? Nuk do të kthehem Berçin. Oh, vërtet? Më vjen shumë keq. Por do të shkosh në fest apo jo? Nuk mendoj se do të largohesh pa më takuar. Berçin, nuk e di, nëse jam atje do të takohemi. Tani më duhet që ta mbyll, në rregull? Në rregull, mirupafshim. Unë e di se si do të bind ty. Pati një keq kuptim atë ditë, Ejlyl. Pra ti mendova ishe i varfër. Kjo nuk më shqetëson atë shumë. Sepse ajo që ka rëndësi nuk është pasuria apo varfëria. Ajo që ka rëndësi vërtet është zemra e njeriut, të jesh i mirë. Kjo është ajo që dua të them. Nëse zbulon më vonë do dalë gënjeshtar dhe nuk më pëlqen as pak të gënjej. Në fakt, njëherë unë... Më fal, vlla, më duke se ula mbi të dashurën tënde imagjinare, ndjes. Jo, po bëja prova. Mos i aktora diçka? Jo. Atëherë pse flisje me vete si i çmendur të ishe? Je ulur vetëm në një tavolinë për 4 persona. A nuk është e pahishme nga ana jote? Je i pa edukat. Ku do të ulëm miqtë mi? Ka shumë tavolina bosh për rreth. Ne preferojmë këtë tavolinë. Apo jo, më thuaj? Në rregull. Nuk do zihem me ty për një tavolinë. Ja ku e ke. Shiko ku po shkon ti, një idiote! Ejlyl! Në shpirt, ja ku i ke ilaçet. Faleminderit, vajza ime. Ti ku po shkon kështu? Do shkoj në atë festën me teta Nuranin. Thjesht nuk doja të rria pa bërë asgjë. Nuk e di se çfarë të bëj me ty unë. E po, ti je mysafire pra. Mysafire. Je shumë e mirë se ardhur. A duhet me dojë mos të bësh diçka në këmbim? Ç'është kjo këmbgulje që të vishe të më ndihmosh, aman o zot? Teze shpirt, nuk është punë që nuk e di si bëhet? Nuk do të lodhem unë. Ti mos u shqetëso. Kujdese, dashuri ime, në rregull? E dashur, ti mos u shqetëso as pak. Kujdesem unë për të. Ti pusho, në rregull. Shikoj Ashari do të vi së shpejti. Asla, hajde dashur. Koka. Shiko këtu ti, çanta ime u shkatrua. A e ke idenë se sa kushton ajo çantë? Hajde, motër, është çantë e thjesht. A nuk është e pa edukatu bërtasësh njerëzve? Motër, çfarë motre po thua? Çfarë lloj njeriu je ti? Nuk mund të ri këtu as një minutë, ikim. Batu? Ejlyl, po i trem klientët më të çmuar. Shiko, kostoja e këtyre gotave të thyera do të hiqet nga rruga jote. Më fal. Nuk është vaj saj. Dua të them, kur po qohesha, u përplasa me atë vajzën dhe është faji im. Pra, siç mund ta shikoni, është faji im. Do ndihmoj me pastrimin, nuk ka kuptim të shqetësoheni kot. Ejlyl, pastroje tani. Faleminderit. Pra, që i tregove shefit për situatën. S'ka problem. Shikoj ata. Nuk shohin gjë tjetër përveç vetes. Sikur bota rrotullohet rreth tyre. Janë të gjithë egoist. Pra, nëse dikush do të ishte ulur aty dhe do të kishte nevojë për ndihmë, do ta ndihmoje, do bëje diçka. Por ata jo. Parat janë ato që u duken mirësi njerëzve. Mënyra se si të trajtojnë me kaq neveri, nuk është për shkakun tënd, është për shkak të liksisë së tyre. Janë të gjithë njësoj. Po, disa prej tyre janë të këqij. 99%. Ti je i sigurt. Le të themi 60%, madje 70%.
dua të them, ka dhe njerëz të mirë mes tyre. Madje, baba im thot se pasuria e vërtet është e personi... Baba yt ishte I varfër. Edhe ti ashtu. Kaq. Është për të ardhur keq. Baba I tim dikur I pëlqente të fliste për njerëz të pasur, por zemër mirë. Por të ndershëm, punëdhënës që ishin miq me të varfrit. Por tani, për shkak të një gjelpsire që nuk dëshiron të paguaj as kompensim aksidenti, po punon si portier për ta. Unë nuk mund të studioj sepse punoj. U shërbej të pasurve. Pra e sheh, mbro djallin, por mos mbro të pasurit. Të mos I thyejmë zemrat kot. Nëjse, po kthejmë në punë. Nuk dua të më qortojnë më. Faleminderit përsëri. Shihemi. Shihemi. Flokët e tua si. E dashur Sibel? Mirë se erdhët. Nuk jemi parë prej shumë kohësh? Faleminderit e dashur. Mirë se të gjeta teta Julida. Zemër pate një aksidenti, si e tani? Mirë, mirë, asgjë serioze. Zemra ime bëj kujdesti. E bukura ime, je pa që e bukur sa gjithmonë ke qenë. Duke që kur ishe e vogël se do të bëhesh një vajzë e bukur shumë. Faleminderit, edhe ti duke shumë elegante. Faleminderit. Urime Julide mu bë qefi? Ozani që nga kthyer? Po ku është kështu nuk e kam parë. Është në dhomën e tij, do të vi pas pak. Unë po shkoj të freskoj grimin. Hajde shko. Shumë e bukur është. Berqini është shumë e lumtur që Ozani u rikthye. Nuk pushon së foluri për të. Ozani. Sigurisht që I mungon. Janë miq fëmijëria ato. Sigurisht, por nuk janë edhe më fëmijë. Janë rritur, kanë lelëzuar. Pra, a nuk do të ishte mirë nëse do ta çonin miqësinë e tyre në një hap më tej, ha? A do ta gjenti kë më të mirë se njëri tjetri, Julida, ha? E dashur Sibel, unë e kuptoj mirë se çfarë do të thuash ti. Por le të mos ndërhyjmë në jetën e fëmijëve nëse do. Janë ende shumë të rinj. E di që e dua Berqinin si vajzën time, por ata ka një jetë të tërë përpara. Kush e di se ko do ta sjell fati në jetën e tyre? Ha? Hajde Ozan, dil tani, dil. Flokët më prishën fare. Thash se nuk ka vend të katërt. A ka ndonjë vend të katërt të njohur në histori? Jo. U thash të rishqyrtojnë të gjitha planet, dua vendin e parë brenda 2 vite me maksimumi, ose të gjithë mund të marrin pagesën e tyre për pushim nga puna dhe të largohen nga fondacioni një nga një. Isha I qartë besoj. Javën e kaluar, ne u zgjodhëm të parët midis universiteteve private që ofrojnë arsim juridik për sa I përket rregullsisë financiare. Arkat tona po funksionojnë mirë, po na marrin si shembull. E mrekullueshme. Sibel, edhe ti je shumë e bukur? Pikërisht. Ti dukesh më e re, diçka pushimet të kam bërë mirë? Është e vërtet, por na u desh t'i ndërprisnim. Të lësh detin e thellë blu edhe të vish këtu në Vlivadh. Sidoqoftë, ju shikoni të kënaqeni. Në rregull, e dashur. Berqin?
Ti çfarë po bën këtu? Ashtu, unë doja të shihja si është Ozani, por nuk doja ta shqetësoja. Në rregull e dashur, ti zbrit poshtë. Ozani do të vi pas pak. Ozani erdha të shoh ty shpirt. Je bërë shumë i pashëm. A di se çfarë dua të bëj tani? Dua të t'i shtrëngoj fort ato faqet e bukura në duar dhe të t'i pudh derisa të skuqen. Të gjithë kemi dëshira të çuditshme nën. Por s'ka gjë. Ai hori buri yt ku është? Apo pret pasanikën në zyrë? Ozan, shiko, bëm një marrëveshje. Nuk do të shkaktosh probleme apo jo? Hajde, të gjithë ty po të presim poshtë, të zbresim? Në rregull, zbriti, unë do të vi. A nuk ram dakord që të mos takohemi bashkë, çfarë bë tani? Jam e detyruar ta bëj, më fal. Po punoj si kamariere për të ndihmuar gruan e Dajas. E kuptoj, punë të mbarë. Të dukem qesharak, apo jo? Jo. Paksa i papërgjithshëm. I prirur për të shkaktuar telashe, arrogant. Por jo qesharak. Në rregull, të falenderoj. As që bëhet fjalë. Të gjithë aty. Eja. Ç'kemi Berçin, si e? Unë mirë jam. Po ti si e? Më në fund erdhe Ozan. Mendova se ike për gjithmonë ti, mendova se nuk do të ktheheshe më kur. Do të ri vetëm për shkurt, Berçin, nuk po kthehem. Lëri marzirat. Unë mendoj se ti duhet të kthehesh. Përveç kësaj, nëse do, mund të flasim për këtë në kopsht ndërsa pim diçka. Si thua? Pra më thuaj, si a ke kaluar atje? Çfarë ke bërë? Për shembull, që nga hera e fundit kur u takuam atë mori malli? Berçin, do doja shumë, por jam me humor shumë të keq. Do të hyj fare shkurt dhe do t'i... A mund të flasim më vonë, në rregull? Ozan, të lutem mos më refuzo. Më fal, Berçin. Mirupafshim. E solla të zeshpirt. E dashur, telefonoj nëna jote, po vjen. E përse po vjen ajo? Sa mirë po pushonte në shtëpi. Aman, i thash pra. I thash të mos vinte se nuk ishte nevojë, por ajo nuk dëgjoj. Këm nguli pra. Thot se nuk i duket e drejtë. Ç'të bëjmë tani? Vetëm që ta dish ajo po vjen tani. Merre këtë. Në rregull, në rregull. Oh, nën. Mirë se erdhët. Çfarë po bën ti këtu? E po tetuja ime po punon dhe erdha ta ndihmoj atë. Pra, mirësia qenë ka tradit në familja, punë të mbarë. Dua një pyetje. E hangra të gjithë torta. Nuk lash asnjë tharime për gruan. Dhe vajzën time, pra, a është keq kjo? Ju bëftë mirë, profesor. A punë të mbarë, shihemi. Në rregull. Kalofshi mirë, por nëse keni nevojë për diçka, unë jam këtu. Në rregull, zemër. Shpirti nënës? Në shpirt, e përse erdhe ti? Të tham të rrije në shtëpi dhe të pushoje. Ç'të bëja? Nuk më duke e drejt. Erdha t'ju ndihmoj, pse keq është? Më tregu ku të shkoj të bëhem gati. Hajde me mua. Kur të thash se ishte i mërzitur nuk kam ngule, apo jo? Bravo, Berçin, hoqe dorë kaq lehti. Në vend që të thoshe, eja fol me mua, më trego çfarë halli ke, hajde ti tregojmë njëri tjetrit, thjesht e le që të largohej. Ama nën, i thash të flisnim, të mos ma thyen të zemrën, tha të shihemi më vonë. Nën, çfarë të bëj unë? Po të them çfarë të bësh, dëgjo. Shko tek ai, tregohu e ëmbël. Thuaj që do të flisni për kohët e vjetra. Foli për kohët e vjetra. Dakord? Në rregull. Burrave u pëlqejnë gratë që janë të vëmendshme. Hajde tregoje veten. Në rregull, po shkoj. Hajde ec. Mjekrën paralel, paralel. Bi? Tarik e ja këtu.
dhe i veshur kështu? Po përpiqesh të më poshtorosh mua, apo jo? Po e bën këtë për të më acaruar. Pse, çfarë ka, mendoj se jam elegant. Të lutem mos fol kështu, në rregull. Më shiko, në rregull. Shko te Mimtazi, njihu me njerëzit, ndro 3-4 biseda. Megjithatë, si do të shkosh me këtë veshje? Shikoj këpucët. Mund të kisha ardhur edhe me shapka. Tani, me qenë se nuk jam i mësuar unë të jap intervista, i thash vetës, Mumtaz, bëj atë që e bën më mirë ti. Thjesht thua ju të vërtetën. Dhe u a thash. U a thash se si arrita, aty ku jam sot për mes mundit tim. U thash se si punova ditë natë unë, u thash se si e solla shkollën në këtë gjendje. Dhe u thash se nuk ka pengesë që nuk mund të kapërcehet me punë të palodhur. Më duke se ka janë shkaluar disa detaje. Mendoj se duhet të kishe filluar duke thënë se gjithçka filloi me vdekjen e partnerit tënd. Duhet të kishe thënë se ja përvesove pasurinë. Me qenë se qëllimi yt ishte të tregoje të vërtetën. Ozan, Ja përvesove fondacionin, janë të preve bursa që ai ofroi. E manipulove gruan e tij me gënjeshtër. Dhe ja ngule kthetrat, apo jo? A i the këto gjëra? Ozan, mjaft. Ke të drejtë. Mjaft. Shumë urime, zotri Mumtaz. Nuk je shumë i mirë në punën e fondacionit, por aftësia jo të përshfaqe është mjaft e fortë. Më premtove mua. Ozan, më premtove, përse po e bën këtë? E mbajta premtimin. Erdha në shtëpi, mora pjesë në festën tënde qesharake. Dhe kaq. S'të premtova se do mbyllja syt nga gënjeshtrat e Mumtazit. Doja vetëm të kisha krah. Çfarë do të ndodhte sikur të mos më mërzisje? Çfarë do të ndodhte? Ai tipi ta ka turbulluar mendjen, Nan. Duke se nuk e kupton. Nuk erdha këtu sepse ta adhuroj, apo jo? Ne bëm një marrëveshje për regjistrimin e asaj vajze. Dhe ti e doje këtë në këmbim, kështu që unë erdha. Ozan, çfarë do të bësh ti? A do që të flasë për gjithçka? Në rregull. Në rregull. Ai burr ka vjedhur suksesin e babait tim. Dhe të vodhi ty. I vodhi jetën babait tim. A nuk e kupton se ai ndërsyre vrau baban tim që mund të martohet me ty? Ozan, mos fol marzira. Mos fol marzira. Mos bëj sikur nuk e di nën. A mendon se nuk e do gjej ai magazinë ku vdiq i mat? Ti e di shumë mirë këtë. Dhe fakti që je me atë burr duke ditur këtë po më të shmend. Mjaft. Kujdes me fjalët e tua. Në fakt ti nuk din asgjë. Kur baba yt shkoi në atë magazin, unë isha ajo që isha duke i trajtuar në spital për kancer dhe Mimtazi ishte me mua. Ndërsa unë po luftoja për jetën, baba yt me sekretarin e tij. Çfarë sekretare je? Çfarë budallë që shpafet? Baba yt e tradhtonte nënën tënde, Ozan. Në rregull? Je i lumtur tani? Më falni zonjë, më fal. Zotri Tarek, më lejoni t'ju ndihmoj unë. Ju mundova pra. Shumë faleminderit. A do merrni? Faleminderit. Çfarë gënjeshtë ndyrë është kjo? Çfarë shpifje ndyrë kundër një të vdekuri? Nuk është shpifje. Është e vërteta. Baba yt e tradhtonte nënën tënde. Ai nuk ishte vetëm në atë depo. Nëse nëna jota po luftonte për jetën e saj në spital, baba yt është në atë depo me sekretarin e tij. Në rregull birim, je i lumtur tani. Pavarësisht gjithave, ne gjithmonë e respektonim. Ne e mbuluam turpin e tij, por ti mbyllë gojën o njeri ndyrë. Ozan, mjaft.
Mjaft për hir të Zotit nuk mund të duroj më. Zhilde, është rejta ime. Këtë e shpifje. I ma zota bënde asnjëherë një gjë të tillë. Kjo e gjitha është lojë jote. Kjo është pifja jote. Jo, bir nuk është. Kjo është e vërteta, kuptoje tani. Për fat të keq. Gënjen. Gënjen, i ma zota bënde këtë. Shpifje. I ma zota bënde këtë. Shpifje. E vëlla, si e? Ma jep qelsin. Vëlla, duke shumë keq, çfarë ndodhi? Ma jep qelsin. Ndalo pra ku je duke shkuar? Më falni, më vjen shumë keq, por doj mos. Mjaft më! Ai! Nuk e di ma. E dje? Do të bëjnë të një marrësi. Ai iku sikur i shmendur. E vetmja dalje nga kjo anë, Bi. Aty do të shkoj, do të arrim para unazës. Të lutem me të më shpejt, të lutem. Ozan hapi sytë, të lutem hapi. Ozan të lutem hapi sytë. Ozan të lutem hapi sytë.